Me mua në studio është bashkuar kolegu Sokol Bregu. Sokol, përshëndes. Faleminderit në 3 orë, në 3 qytete të ndryshme, 3 vrasje, çfarë po ndodh, Koli? Çfarë tregon kjo situatë? Që kur po i shija një pas një, ditën e djeshme, më kujtua paralajmërimi i dikurshëm, i bërë vjet nga drejtoresha e spitalit në Korçë. Pasi një person kishte goditur familjen e tij dhe më pas bëri luftë me Renean për 12 orë me radhë. Ajo tha që qarku i Korçës, vetëm ambulant që marrin qetësues ka 4.000. Shifrat ishin alarmante. Kur qarku i Korçës ka 4.000, Shqipëria në këtë situatë duhet ketë 10 mira. Pra që kur themi ambulant, do të thotë ti merr një mjekim, po duash dhe nuk e merr këtë mjekim. Por je gjithkohon i acaruar. Tani po t'i shohim të 3 vrasjet me radhë. Një janë zënë duke ngrënë drek me thikë. Një pse e prek e kalin, dhe tjetra merr pjatën me prosciutto. A mund të gjesh një emërus të përbashkët midis këtyre të trejave? Jo. Sepse mund të konfliktoheshin edhe merr djathin dhe jo prosciutto. Edhe bëhem ndryshe picën. Edhe pse ma pekalin. Për çdo gjë, pra. Kjo do të thotë që shëndeti mendor ka një problem shumë të madh në këtë mes. Edhe ka një problem shumë real në këtë situatë. Kemi probleme të rënda me shtimin e madh të atyre që duan mjekim prej depresionit, prej ankth. Shtumi shumë i lartë është gjithmonë në rritje. Studiusit në këtë vend, si kudo, mungojnë. Problemi i shëndetit mendor në Shqipëri është një ndër çështjet më alarmante që duhet diskutuar. Ti zihesh me komshiun për një kush i derdhi plerat, fjalia e parë është unë të vras. Po ne po vim nga një situatë shumë e rëndë e javës kaluar. Ku në Mans, për çfarë ndodhi? Më bëj kafe, mos më bëj kafe. Mirë, po janë situata jashtëzakonisht të rënda, duke i menduar në këtë lloj forme. Sepse gjithçka lidhet me mentalitetin, ajo e Mansës lidhet me mentalitetin e zonës, po këto të tjerat lidhen të gjitha me shëndetin mendor. Do thuash që a mund të kishte ndonjë parandalim? Jo, mendoj që jo. Në këtë situatë që jemi... Në fakt, Koli, duke patur parasysh se nuk dua të ndërpres, por paralelisht përveç problemit me shëndetin mendor dhe asaj që ne gjithmonë e lëmë në hije këtë problematikë dhe prej së cilës vinë këto akte. Të 3 këta persona kishin qenë me precedent të mëparshëm penal. Në fakt, sa implikohet puna e policisë në këtë mes për të bërë këtë parandalimin, pra për ta parandaluar, por edhe për t'i kontrolluar? E kuptoj. Mundet. Problemi është që të 3 precedentet penal që kanë ata janë për vepra penale shumë të ulta. Pra ata nuk i përkasin një grupi kriminal që t'jenë në hetim. Pra një prej tyre që shihet edhe me probleme, ka patur një sigë dikur dhe për atë është. Këtu nuk është problemi. Policia duhet t'i adresonte drejtorisë së shëndetit mendor. Por sot, do më thënë, a mund të survejosh këtë njeri? E i ka filluar punë ndihmës guzhonjer. Qa survejimi do t'i bësh ndihmës guzhonjeri, se para 4 vitesh pas ka pat një cikë në xhep. Po, për rasti i Ratit, për shembull, ishte i dënuar me vrasje në Greqi, për vrasje në Greqi. Pra ishin persona... Jam dakord, ajo mund të ndryshoj, ashtu si që po bëhet një debat dhe për atë që vrau Tjatin, që për para 4 vjetësh duhet ketë një këshilltim të psikologu. Nuk shkon ta marrë, nuk i pi ilaçet. Ky është problemi familjeve të tëra në Shqipëri. Po ta dish se sa familje po vuajnë
me fëmijët e tyre, ose me antarët e familjeve të tyre. Sepse sido që tjetë, në çdo moment me persona të tillë, ka gjithmonë edhe dashuri dhe ngrohtësi familjare, se nuk janë të abandonuar krejt. Dashuria u mbetet në familje. Ka familje të cilat, duke ditur që nuk do të sillen mirë dhe kur i kanë në gjendje dhe kur rrezikojnë jetën e tyre, siç mund të jetë jati aty në Durrës. Prap nuk e thret policinë. Policia vjen me njerë kur ti e kërkon për një mjekim të detyrueshëm në spital psikiatrik. Për këtë të jemi koshien. Vjen me njerë për persona të tillë, por duke qenë se duhet ta lajmëroj familja. Familja nuk e lajmëron kurrë. Pra është ende e panjohur si shqetësim ky koli. Nëse është shumë virale një video që shkon një gazetar, sepse ka një person me probleme të shëndetit mendor, dhe i thot, "Smur këtu." A i thot, plaka i thonë ata, se s'kan që i thonë, a ishtë në gjendje, i duhe, plaka nuk donde ta çonte të birin, e mbante aty, pavarësisht se i e dhunonte. Nuk donde ta çonte në spital. Dhe mund sillte ndoshta akte të tilla, siç edhe dodhi. Dhe ajo duket, ajo është skema e Shqipërisë. Tani çfarë bëj policia? Shkoj ta ketë atë gjithë kohën, ndërkohë që nuk e shtron dot me një urdhër të vet. Duhet një urdhër i familje, një kërkesë e familjes për ta shtruar. Sepse ajo e shtron kur ai dhunon dikënd në lagje. Tre këta persona ishin problematik të kësaj natyre. Ndodhen ato që ndodhen. Ajo e Manzës, e javës kaluar, ndryshon disi. Ajo ka me mentalitetin e të rinjve, me armatosjen, me përplasjen e të rinjve sot në rrugë, më pes, më pe, kanë problematika të ndryshme, tjera. Por këto të treja i përkasin shëndetit mendor. E qartë, e Koli, duke u nisur nga këto ngjarje, sigurisht edhe nga ajo e ditës së sotme që në mëngjes u sekuestrua një arsenal armësh, lind pyetja ku është siguria, sa të sigurt jemi, sa e kërcënuar siguria publike, sa të sigurt janë qytetarët në rrugët e qytetit. Ka dy ndryshime midis të djeshmes dhe të sotmes. Ndjeshin cika. 25 tika kanë në shtëpi çdo njeri. Një e ka për mishin, një e ka për djasin, një e ka për setin e të ngrëndes. Nuk mund të thuash pse kanë cik. Njëri e ka për telat e korrentit, ku e di unë. Njëri mendon se ajo është një mjet për të mbrojtur. Kjo sot më është ndryshe. Që të bëja një paralele është, sot kemi shpëtuar jetët minimalisht për çdo armë një njeri. Ata që i blejnë këto armë, nuk i blejnë për t'i vendosur në bufe. I blejnë për të vrarë. Nëse bëjmë këtë llogari, është shumë e rëndë situata. Ka një dëshirë shumë të madhe për armatosje në këtë vend. Nuk e di pse. Ka një dëshirë për super armatosje në këtë vend. Siguria publike kërcënohet me gjithë këtë? Po siguria publike normale që kërcënohet me kaq shumë armë, domethënë në emisionin tim të kaluar, KÇK, kur e diskutova Manzën, thash ishte probabilitet gjithçka. Çfarë probabiliteti ka? Matematika e ndihmon në hetimin e krimeve, kudo në botë. Kudo bëhen probabilitetet të krimit. Dhe është shumë e thjeshtë me ekuacion matematikor, gjën sa vrasje mund të ketë në vit. Duke ditur sa armë ka në zonë. Cili ishte probabiliteti Manzës? Një kafe, ora 1:30 natës, 3 armatosur, 3 klientë gjithsej. Qa probabiliteti kanë që të konfliktohen? Nuk u konfliktuan atë ditë, do konfliktohen mas 2 muajve. Nuk u konfliktuan për një ekspres, do konfliktohen pse mpe. Do konfliktohen nëse ti e me Realin apo unë jam me Barcelona. Sepse kur ke armë, ndryshon. Të mos ishin armët, do ziheshin me grushta. Të dy të rinj që humbën jetën në një moshë fare të re, do ishin gjallë. Dhe në diktaturë njerëzit ziheshin
më shumë se sot, se ishte jeta më e vështirë. Po ziheshin me grushta, prandaj kishte më pak. Ziheshin me grushta, nuk mund edhe grushta t'japin, absolutisht t'japin, se ne kemi parë skenat e vitit kaluar, një në Vlorë dhe një në Pogradec, të dyja. Dhe grushti mund shkaktoj vdekje. Por grushti e ka 1 në 100. Arma e ka 1 në 1. Ka një diskutim kudo në botë se cili është problemi i armës dhe janë vënë personave cilët i prodhojnë ato. Pa e i thot që unë jam prodhues. Dorën te këmbza e vendos tjetër kush. Po ata që i përdorin, Koli, cilat janë disa nga skema që përdor krimi organizuar për të furnizuar qoftë me armë dhe me mjetet të tjera dhe që u shërbin. Në krimin e organizuar çdo gjë është e ndarë. Dikush merret me drogë, dikush merret me armë. Dikush merret me trafik, që një është njerëzore, dikush me prostitucion, kur kush nuk merret me të gjitha. Asnjë nuk merret me 4, për shembull, nuk ka grup të organizuar i cili merr shet edhe drogë, edhe armë, edhe bën dhe vrasje me pagesë, bën edhe krime të tjera. Janë ndara. Pra një grup dhe ti e di ku do blesh. Janë të shpërndarë. Informacionin e kanë. Dhe shkojnë i blenë. Kjo është mënyra nuk i ka prap. A i grup që merret me trafikun e drogës, s'ka pse të kërkoj armë. A i kam qindra mira për të patur një, e blenë një për të patur. Se dikush mund ta. Po e di ku do blej. Pra ky grup, kjo është e një personi, po një arrestuar, po gjithsesi ata e dinin se ku do shkonin nëse duheshin armët. Dhe kjo është një sasi e madhe. Mos harroj që pas çdo akti kriminal, çdo njeri në Shqipëri ka filluar t'i djegë armët, se ne i kemi parë skemat. Prandaj duhen gjithmonë më shumë. Ndërkohë, Koli, nëse flasim për skema që përdor krimi organizuar për sofistikimin e tyre dhe vetë Dumani e ka pranuar një gjë të tillë, madje tha se janë ndjerë edhe të kërcënuar nga kjo. E duke u nisur edhe nga ajo që ndodhi sot me ndryshimet në polici në kryet komisariateve, të disa prej komisariateve, sa ndihmon situatën ky rotacioni bërë her pas here në fakt? Rotacioni e ndihmon. Po jo rotacioni. E ndihmon freskimi. Rotacioni është ti lëviz në një zonë, një zonë. Ka një arsye që duhet bërë, mbas edhe më shpesh, familjarizimi. Mos harrojmë që mund të ketë një familjarizim midis drejtuesit të një komisariati apo drejtorie me banorët e zonës. Jo vetëm në aspektin kriminal, por edhe në aspektin jetësor. Kjo është logjika. Ka gjithmonë një normalizim të çështjes midis personave. A thot, unë s'po e luaj, ai s'po më luan. Duhet gjithmonë kurse ajo që thot Dumani, ajo pastaj përket një çështje tjetër. Kjo po, këtu kush nuk e lexoi me vëmendje Altin Dumanin atë ditë, nuk do arrijë kur ta kuptoj se çfarë është Shqipëria në të vërtetë. Kush nuk e lexoi me vëmendje. Kjo është mënyra. Ai po e shpjegon në mënyrën më të mirë të mundshme, mendoj unë, edhe është gjithçka në mendoj që ka një vërtet ai sqaroi po t'i bëjmë që të mos përsëris Dumanin për gjithë ata që do të donin se ku s'ka nevojë për mendoj unë për t'i bërë një analizë gazetareske apo ekspertët, se ka shumë dhe ekspert të krimit në Shqipëri, nuk ka nevojë. Dumani foli qartë në mënyrën se si e mendon ai, dhe kur shefi SPAK thotë që niveli i tyre është gjithmonë në rritje kudo, pra nuk bëri ato që bëjnë zakonisht mediat e huaja, ekspertët, politikanët, që ne jemi numri 1 në botë, kemi marrë majën e kësaj, majën e kësaj, ndërkohë që kjo nuk është e vërtet, por që kemi një rritje dhe po vazhdojmë të rritemi. Pra po kërkoni forcë goditëse. Forca goditëse nuk lidhet më së shumti me arreste. Lidhet më së shumti me procedime penale.
E qartë, Koli. Faleminderit shumë që ishim me mua në studio. Faleminderit ju. Eci.